Ndërsa, duke u kthyke baballarët, kush jep fëmijëve këtë, jep fëmijëve mundësinë që kur të shkojnë në studiu jashtë, ku të duan në Bashkimin Evropian, nuk janë më të huaj që duhet paguajnë 10 fish për një vend studimi. Por janë qytetarët e Europës që kanë të njëjtat kushte si të gjithë qytetarët e Europës. Dhe nga ana tjetër, se tani ka dalë kjo teoria që ky do me përzën dhe këta që kanë ngel. Prandaj i thotë që merrni pasaportën dhe ikni dhe ju, se ky do benet me Ulsiun dhe me Pierinin vetëm. Por në ndërkohë s'është kjo, është e kundërta. Se kjo do ndodhi dhe nga ana tjetër, siç ka ndodhur në vendet e tjera që kanë hyrë në Bashkimin Evropian. Për europianët, Shqipëria do jetë pjesë e Europës. Dhe ja u kam thënë ti brandve. Ja u them dhe juve këtu. Lezhë, foli Ulsiu, rruga e tjera. Lezhë e 2030-s nuk, siç nuk njihni sot Lezhën nga Lezhë e 2013-s, Lezhën e sot e 2030-s nuk mund ta imagjinoni si do jetë për shkak të investimeve që po bëhen në turizëm. Dhe kur Pierin Ndreu thot du ta bëj bregun e Lezhës si bregun e Spanjës, nuk thot një gjë që është kot. Ajo po bëhet. Po bëhet. Dhe vlera e pronave në Lezhë, po jo vlera e pronave në Rër, po vlera e pronave në Përmale, po ju them. Vlera e pronave në Dibër, me rrugën e Arbrit, vlera e pronave në Tiranë, në gjithë Shqipërinë, e kanë treguar historia e antarësimeve. 5 fishohet. Prandaj, deri në 2030-ën, ju them shqiptarëve atje, hajdeni, edhe filloni investimet këtu. Paketa e maleve është bërë për ju. Sepse për mu, miniera e arit e turizmit shqiptar nuk është hap akoma, nuk është bregu, janë malet. Shqipëria, kur të zbulojnë bota malet dhe kur të fillojnë të bëhen dhe investimet e nivelit lartë, jo vetëm këto të nivelit ullët, do me thënë të nivelit për turizmin e masës, Shqipëria do të rreshtohet në të njëjtin klub me Austrinë, me Zvicrën, me vendet që kanë malet, nuk kanë detin, por ama marrin nga turizmi shumë amaramëndse. Por kjo sigurisht i takon kohës gjeneratës tjetër, të Partisë Socialiste, gjeneratës vajzave dhe djemve këtu, sepse ne kemi partinë më të re dhe partinë më të vjetër. Kush vjen këtu thot ne jemi të ri, ata vetëm të ri nuk janë, ata janë të ri nga mosha, por nga menja, ata janë asnjë gjë e re. Dhe janë thjesht riardhja në fush, ridalja në fush e farës keqe të LSI-s. E njëjta gjë. Ju kujtohet LSI-ja? LSI-ja